Zoti është mbi gjitha. Pas një sulmi në zemër, sot herët në mëngjes ka ndërruar jetë këngëtari pop muzikës Shpat Kasapi. Ai nuk i ka mbijetuar atakut kardiak, ndërkohë që nuk ka vuajtur nga ndonjë smundje tjetër. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore, që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor shqiptar, duke sjellë këngë që shndruan në hite si AMDO, Valle Kosovare, Dëshni pa limit, Aroma e saj e shumë të tjera. Ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore. Prej vitesh ka qenë një figurë pandashme e muzikës pop shqiptare, duke ruajtur popularitetin fal stilit të tij karakteristik dhe këngëve që vazhdojnë të dëgjohen gjërësisht. Indjeri ka qenë i martuar dhe ka lënë pas një fëmijë. Zoti është mbi gjitha. Mëshirbërës, mëshiruesi jon, krijuesi jon, por mundon ta menaxhoj gjithmonë situatën për të cilën jam duke u stresuar në atë moment ose duke shqilluar atë ngjarjes që më ka ndodhur diçka, mundohem me menaxhoj mirë me ato metodat e mia. Unë lutem për veten, për familjen, për djalin tim, për Selvën, për nënën tim, për vllahun, për gjithë dashamirët që i kam. Lutem gjithmonë që të më ruaj Zoti, kjo është lutja e parë, që o Allah më ruaj nga të këqijat që i krijuar dhe që krijohen nga krijesa të ndryshme. Ti je mëshiruesi, mëshirbërësi, e kështu me radhë. Na fal për gjitha mëkatet, nëse bëjmë ndonjë mëkat, më fal.